Vetëm 5 ditë pasi gjykata e lartë la në arrest shtëpi e Dritan Minxollin, gjykata e shkallës së parë të Tiranës sakton të njëjtën masë lehtësuese për Mihail Driorgjin, Ylli Pinarin dhe Sokol Ngjeçin, të pandehurit e procesi gjyqësor Gërdeci. Shkak për këtë ka qenë argumentimi ligjor se ndaj tre të pandehurve kanë skaduar afatet e paraburgimit dhe në bazë të kodit të procedurës penale, për ta ka një masë më të lehtë dënimi siç është ajo e arrestit shtëpiak. Ndërkohë që periudha e afateve të paraburgimit nis kur dosja dorëzohet në gjykatën e lartë dhe nuk duhet të kalojnë më shumë se 12 muaj për dhënien e një vendimi. Sipas avokatit mbrojtës të Driorgjit Max Haxhia, ky proces gjyqësor ka qenë ndërlikuar dhe për shkak të dosjes voluminoze me 29 të pandehur dhe ajo ka pasur nevojë për më shumë se një vit kohë. Afro 5 muaj më parë gjykata e lartë pati vendosur ndryshimin e trupit gjykues në gjykatën e shkallës së parë dhe për llogaritjen e afateve të paraburgimit për 4 të pandehurit e procesit gjyqësor. Mihail Driorgji, Ylli Pinari, Dritan Minxolli dhe Sokol Ngjeçi u arrestuan më 18 mars të vitit 2008, 3 ditë nga shpërthimi i fabrikës së demontimit në Gërdec, ku 26 persona humbën tragjikisht jetën mes tyre dhe fëmijë dhe u plagosën mbi 300 të tjerë.